Mbi 297.000 mjete kanë kryer testën e kontrollit teknik për periudhën janar-nëntor të këtij viti, sipas dhënave të publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Një pjesë e konsiderueshme e automjeteve që nuk plotësonin kriteret e sigurisë janë riparuar dhe rikthyer më pas në qarkullim, duke garantuar që standardet e sigurisë të jenë më të larta dhe mjetet më të besueshme në rrugë. Paralelisht, 7.859 mjete të vjetra janë regjistruar përfundimisht gjatë kësaj periudhe. Ky proces konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt uljes së ndotjes, çlirimit të hapësirave publike nga automjetet e amortizuara dhe përmirësimit të sigurisë së përgjithshme rrugore. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të kryejnë kontrollin teknik në kohë, duke theksuar se siguria nis nga mjeti i kontrolluar. Për të ardhur në ndihmë qytetarëve, rezervimi i takimeve kryhet lehtësisht online përmes platformës e-Albania, duke shmangur radhët dhe duke bërë procesin më të shpejtë. Kontrolli periodik i mjeteve mbetet një nga mekanizmat kryesor për reduktimin e aksidenteve dhe garantimin e një transporti më të sigurt e më të qëndrueshëm.